Prej këtyre problemeve, dy elemente që përmendëm, punëtori, Dembele edhe shefi që nuk e kupton punëtorin, Yes. a janë dy arsye kryesore madhore pse ndodh brain drain, domethënë ikja e trurit? Po, mundet po një arsye është shkak kryesore. Unë mendoj që prapë këtu te na ka hapësirë shumë shpesh me punu me fitu ma shumë se sa jashtë. Ka plot njerëz që janë super suksesshëm në çdo fushë. Apo don doktor, apo don biznes, apo don gazetar, apo don arkitekta, i ka shumë punë mirë. Se punojnë e hagin, japin hagët punës, edhe punojnë biletë për jashtë. Marrin projekte, edhe ideja është me ndru percepcionin që këtu ka mundësi me po, nuk ka veç jashtë. Se ka plot njerëz që na mendojmë kanë janë investojnë shumë diasporën që kemi jashtë, përkrajen që kemi, po nuk janë krejt që kanë punë mirë. Ka plot që ballafaqohen me sfida shumë më të mëdha se sa na që jemi këtu. Ka plot që kanë pas sukses, kanë gra punës, shumë respekt për ta. Po unë mendoj që këtu ka hapësirë, nëse japim hagin punës, e bëjmë mas mirëti, edhe këtu ka hapësirë për me u zhvillu e me ecë përpara.